122 foto bardhëzi që pasqyrojnë qytetin e Durrësit në etapa të ndryshme të zhvillimit të tij gjatë shekujt kaluar, janë vendosur këto ditë në fasadën e ish Hotel Volga, pranë shëtitores Taulantia. Instalacioni me fotografi i titulluar Tradita Dursake ka për qëllim të sjellë për vizitorët vendas dhe turistët e huaj një dëshmi autentike të qytetit bregdetar. Përmes fotove që do të qëndrojnë të ekspozuara në fasadën e ish hotelit simbol të qytetit, synohet që godina trekatëshe të kthehet në një atraksion të ri turistik, që në ditën e parë të vendosjes së tyre, kureshtarët nuk kanë munguar të tregojnë interes dhe të shohin nga afër fotot që tregojnë godinat historike, disa prej të cilave nuk janë më, rrugët e qytetit, portin detar e të tjerë. Fotot janë të shoqëruara me shpjegimet përkatëse në shqip dhe anglisht për t'i dhënë mundësi turistëve të shumë që vizitojnë qytetin bregdetar të njihen jo vetëm me Durrësin aktual, por edhe me Durrësin historik që është ruajtur në kartolinat e dikurshme. Instalacioni është bërë me material rezistent, duke pasur parasysh faktin se foto do të jenë të ekspozuara ndaj ndikimit të kushteve atmosferike. Disa nga fotot e ekspozuara janë marrë nga arkiva ekspozitës muze turist të përgjuar. Projekti me instalacionin fotografik është ideuar në kuadër të Durrës Summer Fest 2025. Instalacioni fotografik është i dyti që vendoset në Durrës, pasi më herët një i ngjashëm është vendosur në murin rrethues të portit, ku 12 stendat e portit ndër vite dëshmojnë transformimin e tij, që nga vitet e parë të krijimit e në vazhdim.